ana e babit. Fatmirësisht, marrëdhënia e Lunës me të dy është një marrëdhënie shumë e bukur, por edhe e veçantë dhe e ndryshme deri diku. Në shumë faza dhe në shumë momente çuditem shumë kur e shoh se çfarë marrëdhënie ka dhe më bën vërtet shumë përshtypje. Me babin tim, me gjyshin, ka një marrëdhënie që babi im se ka pasur asnjëherë me mua, absolutisht. Domethënë babi im është natyrë më e tërhequr, më e ftohtë, larg përqafimeve dhe deklaratave të dashurisë. Me Lunën është krejt gjë tjetër, është sikur ka ndryshuar, sikur është shkrir dhe ka një marrëdhënie shumë të mirë. Me gjyshen, nga ana tjetër, ka një gjuhë tjetër të foluri, ka atë dëshirën për ta pyetur më shumë a është mirë, apo kujdeset për veten, apo kujdeset për jeton në fshat, apo kujdeset për ato aktivitetet, për gjithçka që bën. Por edhe me të dyja palët ka një ato afeksionin për të përqafuar, për të qëndruar gjatë, për t'i manipuluar në thonjza për gjërat që do, asnjëri prej tyre nuk i thot asnjëherë jo. Domethënë çfarë është thënë për neve jo, tek ta është kështu po me të dyja duart madje. Është një po dhe është për të habitur. Në këtë lloj situate e gjen veten. Madje edhe ndonjë rast që unë e kritikoj, të dy ata janë gati që unë nuk duhet i them gjë sepse Luna e di vet këtë gjë. E di si është puna. Ne kemi qejf të mos bëjmë rolin e prindërve. Është ai parimi. Po çfarë na keni thënë neve jo? Parimi po, sepse ju keni qenë fëmijët, ne kemi parimin që ke shtëpia, kështu thot Solej, ke shtëpia e nënës dhe e arit mund bësh çfarë të duash, sepse është kënaqësia e pasjes asaj pikës tënde të debolesës, ndërsa prindrit janë ata që vendosin dhe kufit, vendosin dhe rregullat. Ne i prishim nganjëherë, po tani na mirë kuptoni se prandaj thuhet mi altimjartit. Kur jemi qet kur jemi në tension, edhe ne. Është e bukur kur gjen justifikim për gjëra që s'ta merr mendja. Nëse unë e kritikoj që nuk duhet të mbaj telefonin në momente të caktuara, babi thot, "Jo, mos e ndalo thot. E ka shumë larg, nuk e pengon. Ajo e di, sa e mori, do shikoj atë dhe do e lej." Domethënë babi është në gjithmonë ka dishmëri për të përgjigjur. Po kur e krahason me veten tënde, pra jenë ato të më neshe, si ka qenë marrëdhënia jote me gjyshen, si është sot? Krejt ndryshe. Në familjen time, domethënë unë kam pasur gjyshen dhe kam gjyshen akoma nga ana e mamit dhe gjyshin, nga ana e babit vetëm gjyshen. Me gjyshen nga ana e babit kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë, por ka qenë natyrë më e prerë, më kritike, ka pasur një jetë vështirë dhe përpiqej që çdo mesazh që ta jepte, nëse e tregoj unë sot do t'i interpretoj si nxitje dhune. Por në fakt kisha të dëshirën për t'treguar se si duhet të mbrohesh nga gjithçka që të ndodh kur del nga shtëpia. Me gjyshin nga ana tjetër nga ana e mamit kam pasur marrëdhënie shumë të mirë. Quhesha vajza e gjyshit për shkak të kësaj marrëdhënie dhe kam kujtuar një episod që e kam me të kur kam qenë e vogël. Kisha shumë dëshirë të vishja taka. Mirë po isha në klasë të parë. Se si kishin rastisur në shtëpi një paltaka dhe unë i vesh ato. Askush nuk mlinte të dilja jashtë me to, por gjyshi tha hajde me mua. Dal me gjyshin dhe për mua ishte kënaqësi e madhe, megjithëse me zorecja. Të gjithë më shikonin dhe unë atëherë mendoja që jam shumë bukur. Kishte të kalonte shumë kohë. Të kalonte shumë kohë që të kuptoja që të gjithë po më shikonin çuditshëm pse e ka lejuar këtë gjë. Por ai gjithmonë ka ditur në çdo lloj fazë të jetës të jap mesazhe shumë të bukura. Dhe ka pak vite që e kam humbur dhe gjithmonë më kujtohen shprehje nga më të ndryshme të tij dhe një ndër to që e kujtoj gjithmonë është çfarëdo që i tregoja, çfarëdo që i thosha, më përsëriste. E keqja me të keqen nuk lahet kurrë. Dhe në momente më të vështira që ti duhet të kesh një reagim ndoshta edhe pak jashtë vetes, e sjell në vëmendje si një mesazh të bukur dhe mendoj se ka pas të drejtë. Patjetër. Nga ana tjetër me gjyshen kemi pasur një marrëdhënie më shumë kritike. Gjysha nga ana e mamit. Mirë se ndanë nga ana e mamit. Polici mirë, polici keq që të. Jo, ajo ka pasur dëshirën që të shohë gjithmonë të jesh mirë, të dukesh mirë, të bësh gjithmonë gjën e duhur, domethënë ti jesh, si më thon, perfekte. Është shumë e vështirë ti plotësosh gjitha kriteret dhe unë edhe sot kur flas me të. E ke pasur ti më të ngushtë marrëdhënien me gjyshrit apo e ka vajza jote? Mendoj se e ka Luna. E ka ajo? Mendoj se e ka Luna, sepse Luna ndryshe nga unë është shumë herë më e lirshme, është shumë herë më e predispozuar për t'i treguar të dyve se çfarë ndjen, çfarë dëshiron, nuk stepet në asnjë moment. Mendoj se unë e kam pasur ato që duhet të kërkoj gjën e duhur, duhet jem e kujdesshme në çfarë them, mos e lëndoj, mos e bëj, ndërsa Luna nuk i ka këto komplekse do t'i quaja tani. Dhe mendoj se kjo lirshmëri e ka bërë atë të jetë më afër të dyve.
edhe ata e duan në një lloj forme që mua më gëzon pafund kur i shoh se si reagojnë, se si japin mesazhe, madje edhe kur ka dyshime për një gjë që s'ja plotësojmë, që janë raste të rralla, ajo kërkon ndihmën e të dyve. Dhe të dy janë në gatishmëri për të na thënë. Okej, se do të jemi në këto biseda dhe në këtë diskutim, a e shprehin njëjt fëmijët sot, dashurinë, ngrohtësinë, gjendën siç jemi gjendur neve etj. Po dua të dalem pak edhe me Efin. Ti për shkak të moshës, domethënë, nuk e ke disa atributa të tjera. I ke përpara në jetë për t'i gëzuar, po me gjyshrit më trego pak marrëdhënien tënde. Nga anë e mamit nuk i kam, nga anë e babit kam vetëm gjyshin, gjyshi sa po ka ndruar jetë ka diku te 4 muaj, ja ishte pika ime dobët, domethënë. Ngushëllime. Faleminderit, se nuk dua të qaj, se i kam premtuar që nuk do kështu. Ai ka qenë pika ime dobët dhe unë për të, dhe unë domethënë edhe tani që nuk është më duket sikur është pra meje dhe gjithmonë më mbron. Se ka qenë dhe është angjëlli im. Ka pas një marrëdhënie shumë të ngushtë, domethënë kur vija, se unë kam prindit në Fier, shkoja një herë tek ai dhe pastaj shkoja tek shtëpia ime. Domethënë kam pas shumë marrëdhënie të mirë. Çdo ditë më merrte në telefon, më pyeste, ishte shumë krenar për mua. Edhe në ditët e fundit të jetës, domethënë kemi shkuar, kemi bërë një darkë tek gjyshi, edhe ishte pas muajit të shenjtë Ramazanit. Edhe ka bërë gëzuar me babin, gjëja sikur unë isha fejuar, ishte fiksuar në tru, domethënë do të ikte i lumtur se më kishte fejuar. Edhe kështu s'di ç'a të them më tepër. Janë ëngjë gjyshrit, janë gjëja më e mirë që kemi në këtë jetë. Ti nuk është se ke jetuar e vogël. Jo, nuk kam jetuar, kam qenë në emigrim, kam qenë në Greqi, por gjithmonë muajt e verës i kaloja gjysmë tek prindit nga anë e mamit, të gjyshit, gjysmë tek anë e babit. Por të babit i kisha më të afër, domethënë kanë qenë. Pra, pavarësisht se ke jetuar jashtë, ruaj, domethënë me një marrëdhënie afër, vije gjatë verës. Dhe në telefon flisja gjithmonë, shqipen e dija, ndryshe nga kushërinë që kam jashtë shtetit që nuk e kanë këtë afërsinë. Ka pasur shumë të ngushtë shoqëri zotit dhe prindit më kanë lejuar këtë gjë, domethënë. Edhe kështu. Se vim pikërisht në një dram, në qoftë se mund ta quajmë të tillë, ku një pjesë kanë emigruar, fëmijët mund të jenë lindur jashtë ose kanë ikur dhe shumë të vegjël, dhe domethënë distanca dikton pastaj edhe shprehjen e emocioneve mes tyre. Për shembull, ti the që jo si për shembull shok ose shoqe të tjerë të tut që e kanë pas më të largët marrëdhënien me gjyshurin. Për shembull, çfarë ndryshon ku nuk është se kanë atë ndjenjën e mallit të dashurisë, të dëmshurisë më tepër, të empatisë. Pra, domethënë, varet edhe nga tipi i fëmijës, po është edhe si prindrit e rrisin. Pra, ata vinin një herë në vit ose një herë në 2 vite, vinin 2-3 ditë tek gjyshrit edhe kaq, harroheshin. I merrin telefon vetëm për festa rall, kurse unë kam pasur një lidhje ndryshe. Tani nuk e di ndikon pjesa e prindërimit apo pjesa e tipit të fëmijës, por që Albin, se këto janë, ja, diskutojmë, ju ftoj në këtë bisedë, në këtë, po themi, drama të familjeve sot ku shqiptare, që nuk është vetëm e jona, është kudo në botë, por për ne është e re si gjë, dhe aq më tepër që ne kemi qenë një familje që kemi pasur shumë të ngushta lidhjet me njëri tjetrin. Një pjesë jona kanë jetuar së bashku në shtëpi, unë kam jetuar me gjyshen në shtëpi, prandaj e pyeta edhe Efin, kështu që marrëdhëniet kanë qenë shumë të ngushta, dhe ndërkohë në këto dekada që kanë pasuar në demokraci janë shkëputur të detyruara për shkak të emigracionit, madje ka gjyshër që nuk flasin dot me fëmijët për shkak të gjuhës, nuk merren vesh, ore si t'ja them që dua, ke që nëna, këto nuk e kupton, sepse mund edhe mos jetë rritur me gjuhën anëtare. Ka shumë faktorë në fakt që ndikojnë. E para jo vetëm largimi jashtë Shqipërisë, por edhe ndryshimi nga qytet, ritmi jetës që kemi punë dhe shpesh herë shmangim, nga një javë që mund të shkojmë më rrallë. Dhe edhe mungesa e të folurës, do të thënë unë e shoh shumë të rëndësishëm edhe rolin e prindërve për t'i treguar fëmijës edhe dashurinë, po edhe një lloj përgjegjësie, nëse mund ta quaj karshi gjyshërve që kanë. Por në thelb është e vërtetë që duket më e ftohur, duket sikur janë më të largët. Nuk mendoj se është vetëm largësia, sepse kemi mjete të ndryshme komunikimi, mendoj se duhet edhe ushqyer më shumë. Niset edhe ke gjuha që thua, sepse shumë prindër për shembull fëmijët nuk flasin fare shqip.
domethënë janë në kompleksitet, duket sikur është lënë sipas dore dhe tani ka arritur në një lloj faze që është e vështirë ta menaxhosh. Nuk do të fajsoja një fëmijë që mund të ketë lindur jashtë për efekt letrash apo diçka tjetër, nuk e ka takuar për 10 vite dhe vjen 10 vjeç dhe shikon gjyshin. Nuk mund të presim që ta përqafoj. Domethënë, unë e shoh me babin tim, kam një nip, djali i vllajt, është pa letra, bëhet 1 vjeç në tetor, ne nuk e kemi parë. Është krejt tjesi tjetër, ta shikosh, ta takosh, ta përqafosh, të bësh muhabet kalosh. Dhe mua personalisht më tremb kjo pjesë, se si do të reagoj kur po rritet kaq larg të gjithëve ne. Larg gjyshit, larg hallave, larg njerëzve që të donin ta takonin më shpesh, të kushtonin më shumë kohë dhe gjithçka tjetër. Por nga ana tjetër, kur flasim për brenda Shqipërisë, mendoj se pikën kryesore dhe vëmendjen kryesore duhet ta kenë prindrit. Për fëmijën, por edhe për prindrit e tyre dhe për t'ju ndërtuar atë mundësi për të krijuar këtë lloj marrëdhënie. Në një farë mënyrë edhe për t'i tërhequr nga gjëra të tjera jo të nevojshme që merren sot, mund t'i këshillojnë edhe të komunikojnë më shpesh në telefon, mund t'i këshillojnë edhe se si ta ndërtojnë atë raport, atë marrëdhënie, sa kohë do kushtojnë, për çfarë mund të flasim. E nisa të them pak më parë, Luna fillon ju bën pyetje që unë çuditem nga i vinë ato pyetje që ja bën. Domethënë pyet gjyshën si është njohur me gjyshin. Nuk kam pyetur ndonjëherë, nuk e dija një gjë të tillë. E kam mësuar tani. Ose pyet si ka qenë me dashuri? Jo. Ose si ka qenë marrëdhëniet, ku jetonin, ku flinte njëri, ku flinte tjetri, ça ushqeheshin. Domethënë janë një sër pyetjesh që unë kur i bën ajo ngelem pa fjalë. Të njëjtën gjë e bën dhe me babin. Dhe duke qenë se unë e kam humbur mamin u bëko, edhe Luna fillon edhe e pyet, thotë mos ndoshta duhet të shikosh ndonjë gjë, domethënë ka krijuar një lloj marrëdhënie edhe humor edhe e vërtet. Domethënë është një gjë që nuk di se ta shpjegoj sepse më duket shumë e bukur, më duket e paparashikueshme në të njëjtën kohë dhe më gëzon fakti që të dyja palët e japin përgjigje patjetër, po edhe kënaqen që ka kurreshtje për të shkuar në tyre, gjë që ndonjëherë ne nuk dim ta bëjmë. Unë e kam të vështirë t'i drejtoj babit një pyetje të natyrës që ja bën Luna. Kështu që unë mendoj që rol kryesor në marrëdhënie edhe jashtë dhe brenda kanë prindrit, patjetër. Dhe të mendosh që në këtë epokë ku jetojmë mund të jemi kaq afër nëpërmjet teknologjisë, por edhe kaq larg nga ana tjetër për shkak të distancave.